Ditën e sotme në Shkodër u zhvillua seanca gjyqësore për masat e sigurisë ndaj 4 të akuzuarve, lidhur me ngjarjen e ndodhur më 27 dhjetor 2025, ku vendos tritol në sahatin elektrik të katit të parë të një pallati dhe mbeti viktim 67 vjeçari Hysni Ymeri. Policia ka zbuluar se për këtë sulm është dhënë një shumë prej 1.500 euro, e ndërsa besohet se kjo është ndarë më 3 anëtarët e grupit. Gerti Bushati dyshohet si personi që ka instaluar lëndën plase, e ndërsa shokët e tij kanë ndihmuar në vëzhgimin e viktimës. Bushati është lënë me masën arrest me burg nga gjykata e shkallës së parë në Shkodër, i dyshuar në vrasjen e Hysni Ymerit. Bushati ka pranuar se është personi që ka vendosur sasinë e eksplozivit me datë 27 dhjetor në panelin e matëseve elektrik, e cila shpërtheu 2 ditë më pas, duke i marrë jetën 67 vjeçarit. Në deklaratën e tij në polici, autori i dyshuar Bushati ka thënë se 3 shtetasit e tjerë të arrestuar, Edison Hasaj, Gjerg Zefi dhe Ergysi Ibrahimi, janë personat që e kanë kontaktuar për të vendosur sasinë e tritolit. Ndërkohë, gjykata dha arrest me burg edhe për Gjerg Zefi, Ergysi Ibrahimi, Edison Hasaj, të dyshuar si pjesëmarrës në vrasjen e Hysni Ymerit me tritol. Këta 3 shtetas nuk e kanë pranuar në polici ngjarjen, ndërsa në gjykat nuk kanë folur, duke u përfaqësuar nga avokatët. Ata janë shprehur se nuk kanë asnjë lidhje me tritolin dhe kanë mohuar se mund të jenë ata porositësit e Gert Bushatit. Pavarësisht kësaj, policia ka sekuestruar telefona dhe ka përgjime, si dhe një sër provash të tjera që mund të implikojnë edhe këta 3 persona. Personi që vendosi tritolin, Gert Bushati, ka deklaruar se nuk ka patur dijeni se sasinë e eksplozivit do ta vendoste për të vrarë ndonjë person. Ai është shprehur se i është thënë nga porositësit se do të jetë vetëm për të trembur dikë dhe jo për të vrarë. Kur ka mësuar se ka vdekur shtetasi Hysni Ymeri, jam tmerruar. Nuk kam patur dijeni për vrasje, vetëm për të trembur dikë. Shtetasit Gjerg Zefi, Edison Hasaj dhe Ergysi Ibrahimi më kanë kontaktuar për këtë punë dhe e kanë pranuar. Tritolin e kanë vënë me datë 27 dhjetor, pa e ditur se bëhej fjalë për vrasje. Gert Bushati ka deklaruar gjithashtu se nuk e ka idenë cila është arsyeja e vendosjes së tritolit dhe se roli i tij ka qenë vetëm për ta vendosur, duke mos patur më shumë informacion rreth kësaj çështje. Sipas burimeve hetimore, disa kohë më përpara sasia e eksplozivit është vënë edhe një herë tjetër, por herën e parë nuk ka shpërthyer. Në këto kushte, Gert Bushati e ka vendosur herën e dytë me 27 dhjetor dhe pas 2 ditësh, eksplozivi shpërtheu duke vrarë shtetasin Hysni Ymeri. Fillimisht është zhvilluar seanca për shtetasit Ergysi Ibrahimi, Gjerg Zefi dhe Edison Hasaj. Ndërkohë, për Gert Bushatin, që ka pranuar autorsinë e vendosjes së eksplozivit, masa e sigurisë u zhvillua veçmas. Për sa kohë 3 shtetasit e tjerë të dyshuar nuk e kanë pranuar dhe nuk kanë dhënë asnjë detaj, ende mbetet e paqartë cila është arsyeja e vrasjes së Hysni Ymerit. Ndaj 4 të arrestuarve të dyshuar, rëndojnë akuzat vrasje me paramendime e kryer në bashkëpunim, shkatrimi pronës me eksploziv, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve eksplozive dhe municionit. Gjithashtu ndaj tyre rëndojnë akuzat për prodhim dhe shitje narkotikëve në bashkëpunim, si dhe prishje e qetësisë publike. Vllai i viktimës, vite më parë, në 1995, është dyshuar si për një vrasje në shtetasit Shefqet Çekorje. Ndërkohë në 2017, një kushërinj i tij, shtetasi Dritan Ymeri, është i dyshuar si autori i vrasjes së mjekut Ilir Alaj, por u arratis jashtë Shqipërisë pas ngjarjes. Policia dhe prokuroria janë duke hetuar këto 2 pista, por edhe çdo pistë tjetër të mundshme, sepse është ende e paqartë nëse vrasja e Hysni Ymerit lidhet me 2 ngjarjet e sipërmendura apo lidhet me ndonjë konflikt tjetër. Pak ditë përpara vrasjes, në Shqipëri mbërriti djali i Hysni Ymerit, i cili jeton jashtë vendit dhe ndodhej në spital me nënën e tij, e cila lufton për jetën ndaj sëmundjes së rëndë.